Shikues të Nur Media, përshëndetje. Protestat në Shqipëri vijojnë prej mes së 2 javësh tashmë dhe janë shtrirë në disa qytete të vendit, por edhe në qytetet kryesore të Europës, edhe të Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe deri në Australi. Për të komentuar më shumë mbi këto protesta, kemi të ftuar analistin Marlind Laçi. Marlind, përshëndetje. Përshëndetje. Atëherë, si komentoni zhvillimet më të fundit nga protesta dhe situata politike në Shqipëri? Po duket se po kalojmë në kërkesa nga një protest në lidhje me një projekt zhvillimor në një protest që kërkon ndryshim rrënjësor politik në Shqipëri. Sigurisht janë, në gjykimin tim, janë zhvillimet më të mëdha pas një 35 vjeçari, le të themi, të një amullie politike, të një tranzicionit të pafundëm politik, dhe protesta tashmë është një fazë tërësisht politike, ishte parapolitike në momentin kur shqiptarët u vënë ndjeni me pamjet që vinin nga Zvërneci, ku një pronar toke të ri që i zvarr nga forcat e securities, që më tepër në gjykimin tim po përdoren si forca paramilitare në funksion të grabicëve të tokës, funksion të oligarkisë, dhe policia e shtetit nuk ishte aftë të reagonte, dhe kjo ishte ai fitili që ndezi frymën e revoltës, dhe tashmë revolta ka arritur në një fazë ku artikulohet politikisht dhe kërkohet shkëputja e Shqipërisë nga klani mafioz Rama Berisha, dhe është interesante në fakt se si shqiptarët tashmë nuk kërkojnë vetëm rrëzimin e qeverisë, nuk kërkojnë vetëm largimin e kryeministrit Rama nga zyra e kryeministrisë, po kërkojnë njëkohësisht edhe largimin e zotit Berisha nga zyra e partisë më të madhe opozitare në vend. Pra në këtë sens kërkohet një shkëputje totale e shqiptarëve nga ajo trashëgimni që konsiderohet si trashëgimnia e Ramiz Alis në Shqipëri. Dhe kjo është një nga ngjarjet më interesante dhe mbase më atipike në të gjithë historinë politike shqiptare për gjatë 35 viteve, pasi kërkohet një lloj skizme, një lloj shkëputje radikale nga gjithë politika e vjetër dhe nga kjo klasë e cila e ka tjetërsuar shtetin shqiptar dhe qytetarët shqiptar kërkojnë një lloj largimi, pakthim nga kjo politikë e cila e ka kthyer Shqipërinë në një vend pabanueshëm. Kush janë protestuesit sot? Janë mbështetës partish, janë qytetarë pakënaqur apo është një përzierje mes tyre? Është interesante të shikosh në protestë, ka një konglomerat njerëzish, ka qytetarë të pakënaqur, ka militant partish, ka militant partive të reja, që le të themi janë më të gatshme që të artikulojnë teza kundër establishmentit vjetër politik, dhe është interesante më pas shohësh që ka dhe mbështetës të Partisë Demokratike në protestë që hera herës janë të gatshëm që të krijojnë konflikt me qytetarë thjesht këtij vendi në momentin që përmendet edhe slogani i famshëm tashmë Rama në burg, Berisha në burg. Dhe si duket këta njerëz e marrin literalisht të koncept dhe janë të gatshëm që të përplasen me qytetarë, me familjarë, me çifte të reja që i ka shkuar fika në palc për sa i përket nivelit të dobët ekonomik dhe le të themi mos llogaridhënies së politikës vjetër ndaj qytetarëve shqiptarë. Për të mbetur këtu te Berisha, vum re një ndryshim 180 gradë javën e kaluar, javën e fundit të tij, duke nisur me një sulm mbase edhe më shumë se sa qeveria ndaj protestuesve, tashmë është kthyer komplet 180 gradë. Si e komentoni këtë? Çfarë kërkon të bëjë Berisha me këtë? Është ngritur një koncept në Shqipëri sikur zgjedhjet dhe votimet i përcaktojnë ndërkombëtarët. Dhe strategjikisht kjo është koncepti i gabueshëm, pasi neve kemi një vend si Kosova ku kryeministri Kurti, edhe pse është në një përballje argumentative me ndërkombëtarët, ja del që të fitojë 51% të votave dhe jo vetëm një herë, por 3 zgjedhje rresht. Pra, le themi, në Shqipëri është ngritur një koncept i çuditshëm sikur janë ndërkombëtarët ato që përcaktojnë kryeministrin e radhës. Dhe Berisha, duke qenë pjesë e kësaj politike të vjetër, e beson këtë. Dhe jo pa shkak pati edhe një farë deklarate që ju kanë hequr non gratat, pra u konsiderua si një marrëdhënie quid pro quo, pra
shkëmbim interesash midis ndërkombëtarëve dhe zotit Berisha, por zoti Berisha harron që në qoftë se vërtet amerikanët i kanë hequr non grata, tashmë po përballet me një vulë non gratash nga i tërë populli shqiptar, që një zëri është kundër komplet establishmentit të vjetër politik. Nga ana tjetër, kjo marrëdhënie zhvillohet edhe për shkak se liderët e politikës vjetër janë të shantazhueshëm dhe ndërkombëtarët e dinë shumë qartë këtë pjesë, dhe në këtë aspekt mbase hedhin idenë për t'i përdorur këtë lider në favor të interesave tyre në rajonin e Ballkanit. Pra ju mendoni se Berisha po priste mbase që në shkëmbim të heqjes së non gratës, mbase duhet të shtire ose duhet të jepte një përshtypje sikur ishte më pro-amerikani, sikur po mbështeste investimet amerikane në Shqipëri, dhe duhet thënë që të gjithë protestuesit, kudo që kam parë unë, nuk është se janë shprehur kundër investimeve amerikane apo jo. Nuk është çështje e investimeve amerikane, se patjetër që kush, domethënë çdo popull do donte që të kishte investitor serioz në vendin e vet, në republikën e vet. Çështja është mos transparenca dhe të mos llogaridhënia e qeverisë shqiptare dhe politikanëve të saj. Dhe në këtë aspekt tu ngrihet pikpyetja dhe sigurisht që kjo protestë ka dhe trajta sovraniste, mos harrojmë këtë pjesë, dhe kjo duhet potencuar, pasi Shqipëria është një vend i lirë dhe patjetër që ato që vendosin për Shqipërinë dhe për fatet e tokës shqiptare duhet të jenë vetëm shqiptare. Përtej partneriteti strategjik që ne kemi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që kjo s'duhet mohuar dhe nuk ka vend patjetër për pikpyetje në këtë aspekt, por fillimisht ne jemi shqiptar, duhet logjikojmë si shqiptar, duhet jemi një zëri për mbrojtjen e tokës shqiptare, dhe do të artikulojmë teza, siç është, le të themi, teza ndërkombëtare e një vetvendosje, pra për popullin shqiptar dhe për tokën shqiptare vendosin vetëm shqiptarët dhe askush tjetër nuk mund të lejohet që të ndërmarrë hapa për, le të themi, thonjza kolonializimin apo për tjetërsimin e pronës shqiptarëve. Unë me këtë pajtohem, pastaj nuk është vendi, patjetër që nuk është vendi për anti-amerikanizëm, pasi nuk ka anti-amerikanizëm në Shqipëri, nuk ka sentimente anti-amerikaniste në Shqipëri. Thjesht shqiptarët kërkojnë transparencë, kërkojnë lider të pakorruptuar, kërkojnë lider që përfaqësojnë interesin e shqiptarëve tek ndërkombëtarët dhe jo interesin e ndërkombëtarëve tek shqiptarët, dhe besoj se kjo është në rregull për çdo popull i cili nuk e konsideron veten turm, por e konsideron veten një kombë i formuar intelektualisht, politikisht dhe diplomatikisht. Me që mbetëm tek opozita tradicionale dhe zoti Berisha, a mendoni se kjo opozitë tradicionale po përpiqet ta kanalizojë protestën në një mbështetje ndaj saj dhe shpreson mbase që të jetë, si të themi, një mundësi e saj e artë për ta kapur këtë rast? Unë jam i gjykimit se sigurisht që opozita ka dëshirë që ta kanalizojë gjithë atë masivitet popullor që ndodhet në protestë, ka dëshirë që të, le të themi, të bëjë rolin e një katalizatori për të përfituar pushtet dhe për të përfituar vota nga gjithë ato qytetarë, por duke qenë i pranishëm nga dita parë e protestës deri në ditën e 13 që ishte dje, jam i bindur se populli shqiptar tashmë është i zgjuar dhe kupton qartë se si opozita e vjetër kërkon që ta kanalizojë këtë çështje dhe është e çuditshme faktikisht edhe po ta studiosh në aspektin le të themi politologjisë këtë protestë, pasi mbase është e vetmja protestë që protestohet kundër totalisht establishmentit, pra nuk ka mëshirë nuk ka mëshirë për asnjë nga krahët politikë, siç është Edi Rama apo Berisha. Jam i bindjes se kjo protestë nuk do arrit të kanalizohet nga Partia Demokratike, kjo për shkak se populli shqiptar tashmë, siç shpreha në kryet radhës, nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë hequr non gratat, atëherë non gratat ja ka vendosur populli shqiptar në shesh zotit Berisha dhe nuk ka asnjë shans që le të themi të ndodhi një riciklim politik i opozitës vjetër apo i Partisë Demokratike, por të rikthyer edhe një herë si një parti e cila merr në dorë fatet e vendit. Unë jam i bindjes se vetmja parti e cila mund t'i marrë
fatet e vendit ndorësh një parti e cila do dali apo mund të dali nga ky shesh, nga kjo mas njerëzish të cilët janë të pakënaqur dhe kërkojnë transparencë, gjithashtu kërkojnë edhe drejtësi për të gjithë atë 35 vjeçarin e shkatërimit kombëtar që ka ndodhur me shqiptarët. Atë duke mbetur këtu, çfarë i mungon kësaj proteste, që të kthehet në një lëvizje ose lëvizje politike në një projekt më afatgjat? Duhet kuptojmë, ta shpreha edhe pak më tej, ka një farë, le të themi, fraksionarizimi në protestë për ish vërtetës. Ka element nga Lëvizja Bashkë e Zotit Qori, ka element nga Partia Mundësia e Zotit Çeaj, ka element nga Shqipëria Bëhet e Zotit Lapaj, ka grupimet ndryshme ideologjike dhe politike të cilat nuk janë kanalizuar si një forcë politike, që këto më duken më masivët, dhe sigurisht që është paksaj vështirë që të bashkërendohen agendat dhe dilet me një opozitë të re e cila mund të sfidoj establishmentin e vjetër. Por nga ajo çka kuptoj është se një pjesë, le të themi, elektoratit gri në ato protestë janë të pakënaqur edhe nga forcat, le të themi, e reja politike, siç janë ato forca të cilat sipër përmenda dhe kërkojnë një alternativë të re, e cila do të jetë me një bazë me atë çfarë kam nuhatur në protestë, të jetë me një bazë nacionaliste, të jetë me një bazë sovraniste, të jetë e formuar nga njerëz të cilët nuk kanë qenë pjesë aktive e politikës dhe mbi të gjitha të jetë e formuar dhe strukturuar me njerëz që nuk do të thënë, le të themi, funksionojnë apo operojnë në fushën politike me duar të pastra. Pra, kjo është ajo piketa kryesore në të cilën protestuesit kanë vendosur që t'i besojnë fatet e tyre. Nuk e di dhe nuk jam i qartë nëse vërtet do kalcifikohet kjo forcë, por që ka shkëndija dhe ka njerëz që kërkojnë politikë aktive të cilët janë gatshëm ta mbështesin këtë forcë. A ka rrezik që kjo lëvizje, kjo protestë radikalizohet ose të humbas mbështetjen e gjerë popullore që ka për momentin? Sigurisht që në momentin kur evolucioni normal, evolucioni natyral, evolucioni demokratik kthehet në pamundësi, atëherë e vetmja formë që mund të përplasesh me pushtetin apo me establishmentin është vetëm forma radikale. Deri tani nuk kemi parë akte radikale, edhe pse hera herës ka thirrje për revolucion dhe besoj se të dy bashkë e dimë se çfarë do të thotë revolucioni dhe besoj se të dy bashkë e dimë se çfarë kostosh prodhon revolucioni, dhe sigurisht që ka tentativa hera herës për ta radikalizuar protestën. Kjo për shkak se ka një sjellje arrogante nga qeveria Rama, ka një sjellje intimiduese nga qeveria Rama, ka një gjuhë bullizuese nga zoti Rama, nga kryeministri Rama, i cili duket se është i zënë, le të themi, në kurth, kjo për shkak se nuk ka pritur një mosbindje kaq të gjerë civile dhe nuk ka pritur që propaganda e tij 13 vjeçare, një propagandë totalisht fasad, të rrëzohet brenda 10 ditëve dhe le të themi mbreti të dali lakuriq në sytë të gjithë shqiptarëve. Dhe duket sikur ka humbur toruan dhe është i papërmbajtshëm në akuzat e tij ndaj protestuesve, aq sa ditën e sotme u shpreh se të gjithë protestuesit në shesh janë fashist, por realisht forma se si ai ka qeverisur për 13 vite nuk ka asnjë ndryshim me dogmën fashiste dhe nuk ka asnjë ndryshim me format se si ai është munduar që të pengojë çdo zot lirë, të pengojë çdo iniciativë të lirë dhe ka arritur një farë dakordësie me zotin Berisha për të penguar çdo forcë re politike, ai sa kanë arritur të bashkëpunojnë edhe për kodin zgjedhor, që është një nyje gordiane për qytetarët shqiptar, pasi edhe nëse kjo forcë e re që mund prodhohet nga sheshi i protestave do hasi një vështirësi të jashtëzakonshme për të marrë pushtet apo për të bërë një faktor politik në të ardhmen e afërt apo në të ardhmen e mesme në Republikën e Shqipërisë, pasi do kaloj shumë peripeci ligjore, burokratike për të shkuar deri aty.
Unë jam gjykimit se kodi zgjedhor duhet ndryshoj. Kjo për shkak se deputetët e Shqipërisë nuk mund të jenë të deleguar partish, gjykoj se listat duhet hapur dhe duhet ndryshoj edhe forma se si veprohet në aspektin zgjedhor. Po nëse këto protesta vijojnë për muaj të tërë, pra nuk ka një përgjigje, do të vazhdohet me të njëjtat ecuri që ka pasur deri tani, Rama nga ana e tij që bullizon apo shkon edhe më tej, siç e ka thënë, fashist për protestuesve, lëvizje fashiste. Çfarë mund të bëhet mbase jo revolucion, pa duhet një lloj aksioni, një farë aksioni, mbase vetëm protestat për ditë aq paqësore nuk do të japin rezultat? Që të ndodhi revolucioni, fillimisht shqiptarët duhet të kenë pjekuri politike, pasi revolucioni ka një dëm të jashtëzakonshëm qoftë në burime njerëzore, por qoftë edhe në ekonominë e vendit. Dhe sigurisht që protestat paqësore deri më tani janë zgjidhja më pozitive, pasi nëse kthehet në një revolucion, besoj se të dy e dim se çfarë ka ndodhur me shqiptarët në vitin 1997, pra edhe vendi do bëj hapa pas. Por e shpreha edhe në krye të herës që nëse evolucioni demokratik kthehet në një pamundësi dhe dyshja mafioze Rama Berisha e pengojnë këtë evolucion, patjetër që shqiptarëve nuk do i lënë rrugë tjetër përveç se rebelimit, dhe më pas gjykoj se do jetë e paqartë se çfarë mund ndodhi me popullin nga njëra anë dhe me establishmentin e vjetër politik nga ana tjetër. Unë nuk jam pro një le të themi një marrje apo një trajte revolucionare për shkaqe që të përmenda, por që duket nga gjua e Ramës që e vetmja rrugë që po i le qytetarëve shqiptarë është rebelimi dhe më pas nuk i dihet se si do shkojnë këto, domethënë kjo përballje mbase edhe dhunshme. Cili është mesazhi kryesor që qeveria po refuzon të pranojë nga kjo protestë? Qeveria refuzon të pranojë çdo mesazh nga kjo protestë, kjo për shkak se kanë humbur lidhjen me realitetin, janë një band pasanikësh të cilët kanë shitur çdo aset kombëtar të Republikës Shqipërisë, janë një band pasanikësh të cilët drejtohen dhe udhëhiqen vetëm nga 5 apo 10 oligark, janë një band pasanikësh të cilët i trajtojnë shqiptarët si një popull i cili konsiderohet era herës edhe dele nga vetë kjo band, dhe në këtë aspekt duket se e kanë humbur totalisht lidhjen me realitetin, e kanë humbur totalisht lidhjen me qytetarin shqiptar, e kanë humbur totalisht lidhjen me varfërinë që është ulur këmbë kryq në Shqipëri, e kanë humbur totalisht lidhjen dhe marrëdhënien me largimet masive të shqiptarë dhe pretendojnë Shqipërinë si një çiftlik i cili dita ditës po kthehet në një tokë pa popull, dhe era herës hedhin teza për ta populluar me një popull pa tokë. Dhe në këtë aspekt më duket tepër e rëndësishme pjesëmarrja në shesh, kjo për shkak se vendosen fatet futurologjike të Shqipërisë në tavolinë, dhe neve nuk duhet lejojmë që Shqipëria të kthehet në një tokë pa popull dhe të qeveriset nga një grusht oligarkësh, nga një grusht politikanësh, të cilët kanë ngritur një trekëmbësh tepër të rrezikshëm, një trekëmbësh i cili përbëhet nga qeveria Rama, nga opozita Berisha dhe nga rendi oligarkik, të cilët po mbajnë fatet e popullit shqiptar varur në lirtar. A mendoni se do të prodhojë zgjedhje parakoshme kjo lëvizje? Edhe sikur të prodhojë zgjedhje parakoshme, nuk do ketë zgjidhje. Kjo për shkak se Edi Rama dhe Berisha i kanë kryer të gjithë manovrat e tyre ligjore me kodin zgjedhor, si që të grumbullojnë pushtet dhe ky pushtet mos i largohet nga duart, pasi sigurisht nëse ky pushtet i largohet nga duart, nëse oligarkët i largohen nga duart, kjo do të thotë që ato do përballen me hetime të jashtëzakonshme dhe sigurisht më pas revanshi popullor do jetë tepër i ashpër,
dhe patjetër që janë të bindur që nëse vërtet rrezon nga karrige, atëherë i presin hekurat e burgjeve. Si mund të ndryshohet sistemi aktual? Si mund të bëhet kjo gjë konkretisht? Konkretisht fillimisht duhet shfuqizohet ligji apo reforma zgjedhore e vitit 2009 ku deputetët janë të deleguar partish në parlament, nuk përfaqëson asgjë përveç se bindjen dhe urrëkset e kryetarëve të tyre, të ndryshoj le të themi edhe çështja e përfaqësisë nga partitë e reja, pasi është ngritur një ide për ta ndryshuar përsëri ligjin zgjedhor dhe për të vendosur një prag prej 4% për pjesëmarrjen në zgjedhje dhe për hyrjen në parlament. Pra, domethënë duhet një analizë e gjerë në aspektin juridiko-politik për t'i dhënë një ndryshim këtij ligji zgjedhor, që duket se ende duket e pamundur, pasi është ajo nyja gordiane që e shpreha më herët, që Rama dhe Berisha po e përdorin për të qëndruar sa më tepër në pushtet. Por po të kthehemi pak, le të themi, herët në historinë politike shqiptare, mos harrojmë që në vitin 91, edhe pse në Shqipëri kishin filluar lëvizjet pluraliste, që nuk u kthyen kurrë në demokratike, kishin filluar vërtet dhe Partia Demokratike sfidonte Partinë e Punës apo Partinë Socialiste më pas për pushtetin, përsëri Partia Demokratike i humbi zgjedhjet. Pra, po të marrim këtë sens historik, edhe nëse kjo parti e re futet në zgjedhje, patjetër që do ta ketë pamundur që të rënojë të gjithë këtë sistem oligarkik, patronazhistësh, politikanësh të shitur, dhe patjetër që duhet një proces akoma më i gjerë derisa shqiptarët le të themi të marrin pushtetin real në qeverisjen dhe në mirëqeverisjen e vendit. Po kush po e përfaqëson më së miri këtë elektorat pakënaqur sot për sot? Nuk është se ka një grup që po e përfaqësojnë më së miri. Besoj se edhe kjo do jetë një proces, le të themi, relativisht i gjatë për të dalë një grup i cili do ndërmarrë fatet politike, po flasim, të protestës apo të asaj pakënaqësie popullore. Unë shpresoj që të jetë një grup serioz i bazuar në intelektual dhe student, në njerëz të cilët e duan Shqipërinë dhe kanë ndjenjë patriotizmi, për të mos thënë nacionalizmi, pasi po përmendëm nacionalizmin, zoti Rama do na etiketoj si fashist, por që le të themi duhet një grup i tillë i cili e potencion le të themi atë dashurinë dhe sigurisht edhe sovranizmin kombëtar. Mos harrojmë që kemi patur edhe doza dhe artikulime në tezën e Bashkimit Kombëtar Shqiptar. Unë jam i thar i kësaj teze, pasi një kombindar nuk mund të prodhojë demokraci, një kombindar nuk mund të prodhojë ekonomi, një kombindar nuk mund të prodhojë artikulim politik dhe një kombindar nuk mund të prodhojë ideologji politike. Dhe në këtë aspekt duket se pjesëmarrësit në proteste kanë mirëpritur deklaratën time për Bashkim Kombëtar Shqiptar. Dhe le të themi kjo tezë duket se është antidot atij kozmopolitanizmit që na ka udhëhequr për 35 vite dhe ka kthyer Shqipërinë në një vend, le të themi, në një paradhon, për mos thënë një le të themi një tualet betjesh të gjithë forcave ndërkombëtare të cilat kanë dashur të ndërhyjnë në vendin tonë. Po për sa i përket një figure ose një individi, a mund të shfaqet një i tillë që të sfidojë establishmentin e kohës sotme dhe nga duhet të vijë ky? Duhet të vijë nga domosdoshmërisht nga shoqëria shqiptare brenda Shqipërisë, mund të vijë nga diaspora, po si do të jetë profili i këtij udhëheqësi që mund ta sfidojë këtë establishment? Në qoftë se neve përsëri investojmë të udhëheqësit, përsëri pas 35 vitesh do jemi përsëri në shesh. Unë jam një individ që ngulmoj fort në shkatrimin e kulturës së mitit, apo mitit të individit, apo kultit të individit,
që gjykoj se na e ka marrë Shqipërinë qafë për 35 vite, ka ekzistuar që në kohën e Enver Hoxhës ky kult individi, më pas ky kult individi kaloi në atë çka ne njohim në gjuhën politike në berishizëm, që tashmë berishizmi është kthyer në një sekt fetar të cilët e konsiderojnë Sali Berishën një profet dhe pa atë nuk mund të ketë etapë evolutive në politikën shqiptare. Më pas ky kult individi u transmetua tek Edi Rama, që ngriti edhe kultin e tij të rilindjes, të cilët e kanë kthyer Shqipërinë në një vend të kontaminuar moralisht dhe politikisht dhe ekonomikisht. Dhe besoj se unë jam i gjykimit që nuk besoj tek këto heronjt të cilët do marrin fatet e vendit në kurriz dhe do kthehen në një fanar ndriçues për të gjithë rrugën politike të adheut tonë. Unë besoj tek proceset demokratike, besoj tek njerëz të cilët punojnë fort dhe investohen fort në shpërndarjen e politikës ideale se ku du të orientohet vendi, dhe nuk besoj te individët të cilët kthehen hera herës në bajraktar apo në flamurtar të cilët pretendojnë se janë njerëz të cilët mund ta tjetërsojnë Shqipërinë në aspektin pozitiv. Dhe hera herës ka dhe njerëz të cilët dalin media dhe japin vetes trajta mesianike, sikur këta njerëz kanë ardhur për të shpërtuar Shqipërinë. Unë pra i besoj proceseve demokratike, nuk i besoj individit, i besoj zërit të popullit dhe sigurisht ky zë i popullit duhet të kalcifikohet apo duhet të përbashkohet për të prodhuar një forcë politike e cila nuk do udhëhiqet nga vendimet e një lideri, por nga kërkesat e popullit. Si e gjykoni raportin e Shqipërisë me Bashkimin Evropian në këto kushte tensioni politik në Shqipëri? Sigurisht nuk mund dal edhe nga analiza ime gjeostrategjike për atë çka flas më tepër në media, ka një frymë tensionesh edhe gjeopolitike për të vërtetës, duke qenë se Bashkimi Evropian ka një tension të jashtëzakonshëm me kabinetin Trump, ka patur qëndrime hera herës të kundërta me presidentin Trump, dhe duke qenë se Edi Rama tashmë është kthyer nga një flamurtar i sorosizmit apo të asaj që ne njohim në Open Society Foundation në një flamurtar të trumpizmit, ishte po i njëjti që e konsideronte presidentin Trump në vitin 2017 si një person i cili le të themi do kthehet në një rrezik botror për demokracinë globale, dhe tashmë është kthyer në një mbështetës të jashtëzakonshëm të presidentit Trump. Pra, le të themi kemi bëjmë një kameleon politik, dhe Bashkimi Evropian e ka kuptuar qartë që është një partner i pabesueshëm për vizionin europian të Ballkanit perëndimor, dhe patjetër që ka një frymë tensionesh qoftë me partnerët tanë gjerman, të cilët le të themi kanë kritikat jashtëzakonshme për qeverisjen Rama në Shqipëri, por tashmë ka dhe një frymë gjeopolitike, gjeostrategjike, ku Edi Rama duket se ka humbur shumë aleat, ka humbur aleatët europian, duket se ka humbur edhe aleatët, le të themi, aleatët turq, të cilët janë të pakënaqur edhe ato në marrëdhënien e Edi Ramës dhe në formën se si ai po vepron me ndërmarrje të njëanshme dhe tepër surrealiste në raport me atë gjenocid që është përjetuar për 3 vite apo 4 vite në Gaza. Dhe ka dhe një frymë gjeostrategjike e cila po vepron kundër qeverisë Rama në tërësi. A besoni se integrimi evropian është ende një objektiv që i bashkon shqiptarët? Unë kam qenë një nga analistët më skeptik në lidhje me Bashkimin Evropian, jo se jam euroskeptik, absolutisht nuk jam euroskeptik, unë jam qytetar i Europës, banoj në një vend i cili është pjesë e kontinentit evropian, por besoj se ka psuar një tronditje pasi për 35 vite partitë politike shqiptare i kanë premtuar shqiptarëve Bashkimin Evropian, por ky bashkim duket ende i largët, kjo për shkak edhe vetë keqeverisjes së politikanëve shqiptar,
Unë gjykoj se vetmja kauzë e cila duhet prevalojë në të gjithë kauzat e tjera është Bashkimi Kombëtar. Unë gjykoj se shqiptarët fillimisht duhet i bashkojë Prizreni, më pas duhet lëvizin së bashku drejt Brukselit, dhe sigurisht që duket se në shesh kjo teori në cilën unë kam mbështetur duke ndjekur gjithmonë ato postulatet e lidhjes Prizrenit, që kishte edhe 148 vjetorin në datën 10 qershor që u manifestua në bulevardin Dëshmorët e Kombit, duket se ka prevaluar mbi këtë tezë, por gjithmonë rruga jonë e shqiptarëve në tërësi duhet të jetë një rrugë europiane, një rrugë integrimi në Bashkimin Evropian, pasi jemi pjesë e kontinentit, jemi europian dhe jemi një ndër popujt më të vjetër të Europës dhe si pasojë duhet jemi pjesë e strukturave të këtij kontinenti. A duhet të na pranoj Bashkimi Evropian me vlerat tona që mund të jenë deri diku ndonjëherë edhe mikse midis vlerave edhe europiane, por edhe ndikimeve tjera apo besimeve dhe kulturës së ndryshme mbase deri diku? Unë shpresoj që Europa ta ketë të kaluar konceptin e Bashkimit Evropian si një perandori romake e Charlemanit, e Karlit të Madh. Pra nuk mund ngrihet në aspektin fetar dhe nuk mund ngrihet si perandoria e shenjtë romake, e cila përjashton, le të themi, një popullsi të konsiderueshme muslimane, siç është Republika e Shqipërisë, por gjithsesi kjo do i bënte nder Europës, integrimi i një kombi me shumicë muslimane do i bënte nder Europës, kjo për shkak se shqiptarët kanë një farë le të themi bashkëjetese pozitive ndërfetare dhe do ishte një shembull i mirë për të mësuar europianëve të cilët kanë luftuar për 30 vite rreth shekullit 16-17 midis katolikëve dhe protestantëve për të mësuar se bashkëjetesa fetare mund të jetë e mundshme në rast se të gjithë qytetarët pa dallim përgatësie fetare respektojnë njëri tjetrin. Pra, kjo kartë mund të luhet në aspektin diplomatik për t'i treguar europianëve se ne jemi popull me shumicë muslimane, por gjejmë mundësinë dhe kemi vullnetin për të respektuar edhe minorancat e tjera, siç janë katolikët apo ortodoksët në Republikën e Shqipërisë.